kemi 25 vjet bashkë, edhe kemi 25 vjet që kemi edhe këtë lokalin këtu. Ka që bukur kur telefon tjetër thotë vi nga Australia pas 2 ditësh, do vi aty mbaj tavolinë për 4 veta. Sado që jemi në Milano, vetë ka diçka shqiptare. Ëndra jonë është që një ditë të kthehemi në Shqipëri. Rrugtimi i vërtet ka filluar në 96, që kena ardhur, unë kam ardhur në Milano në 96, edhe dera do studiosha, do marrësha universitetin që se bëra kur në Shqipëri. Nuk e bëra asnjëherë universitetin. Pastaj mora edhe zonjush nga Shqipëria, martuam, kemi 25 vjet bashkë, edhe kemi 25 vjet që kemi edhe këtë lokalin këtu. Bashkë. Kjo ishte puna ime që kam filluar që në 96 kam marrë në Milano, edhe vazhdojmë edhe sot të kësaj dite. E zgjodhëm gastronomia se ishte diçka e rastësishme. Do bësha diçka, nuk është do studiosha, do punosha, se të dyja, se vetëm njëra nuk mund ta bësha. Edhe u gjetëm aq mirë, pastaj ju futëm biznesit, ju futëm banka, njëna, tjetra, dëshira me bërë këtë punë ishte e madhe, edhe kënaqësia ishte e madhe, pastaj edhe pritshmëria që ishte që e kishim e tejkaluam në fjalë, edhe u bën kaq kohë që bëjmë këtë punë dhe vazhdojmë të bëjmë me kënaqësi akoma sikur ditë e parë pa 25 vjetëve. Nëse ime nuk është dakord. Jo, është një punë që e dua. E dua. Sado që themi gjithmonë. Edhe duhet ta duash. Unë me Agimin, jemi martuar në 2000 që Agimi e bënte këtë punë edhe më përpara. Edhe pse unë vi nga një familje që janë të gjithë mësues, pak biznesin e kanë qef. Edhe jam gjendur me punën këtu për shembull, e duam këtë punë. Është Agimi që e ka çuar më shumë përpara. Është më shumë prezent, e dashuron. Vin nga gjithë bota, klientelë e konsoliduar, edhe është kaq e bukur kur telefon tjetër thotë vi nga Australia pas 2 ditësh, do vi aty mbaj tavolinë për 4 veta. Kam qenë para 2 vjetësh, kam qenë para 5 vjetësh. Është shumë e bukur. Janë ato kënaqësitë e këtij profesioni. Osteria del Gambero Rosso vazhdojmë, funksionon me një kuzhinë italiane. Që kemi hapur lokal, bona nuk ka pasur akoma, kur kam filluar punën këtu. Unë punosha diku një vend tjetër, një lokal shumë prestigjioz afër San Siros, Ribo, u quajtai lokali, edhe personi që hapi këtë lokal ishte një zotëri burr që unë kam pas punuar me të dikur, këtë viti me filluar dhe me një firmë dha ndor lokalin. Tha do vish, do hapim këtë lokal të ri. Fillimisht isha një ortak me të, me zotërin, një zotëri burr, edhe pastaj mas 11 vjetësh ai e la punën. Lokalin ngjile vetëm jonë. Ne morëm gjithçka, unë edhe bona, me fjalë, e qenë përpara lokalin. Është një zonë që është me të vërtetë e bukur, ka qenë e bukur gjithmonë, ka qenë zona Corso-Como, ne jemi ngjitur me Corso-Como, Corso Garibaldi, që ka qenë një nga zonat më të bukura që në Milano. Është Hollywood, diskoteka, Casablanca, kanë qenë shumë atraksione. Njerëzit gjithë jet seti që vinte në Milano do kaloshin këtë zonë këtu. Edhe ne kanë qenë për fat. Pastaj zona është transformuar tani. Është bërë pjesë e re e qytetit, kjo bankave që këtu sipër në kredit, Microsoft që nuk ka qenë, me Expono ka ndryshuar gjithçka. Po prap, ne bëni 25 vjet që jemi këtu dhe vazhdojmë, ajo klientela jonë na ndjek, vazhdon të na ndjekë dhe është një shumë e bukur, me vërtet emocionuese. Shohim breza, ka qenë dikur kalmaj të vegjël, tani janë rritur, edhe vinë me fiancatat, me fijurat, me kosët e reja, ka qenë dhejta, që janë për burra. Edhe ne jemi aty, tash edhe kuptojmë se jemi plakur në to vete, dhe vërtetë është 25 vjet, është një jetë, po ta mendosh. Një jetë që jemi këtu. Po prap entuziazmi nga ngela i ditës parë, më themi, që është vazhdon të jetë, nuk është që jemi të tunduar, që u lodh nga bëhet më. Edhe një ditë nëse do e lëm këtë vend, këtë lokal që tash është jeta jonë. Është jeta jonë. Gjithmonë nuk arrim ta përfitojmë të veten që të themi që çfarë do të bëjmë asnjë gjë. Jo, do marrim një bar të vogël, do bëjmë këtë. Jo, vabbè. Ëndra jonë është që një ditë të kthehemi në Shqipëri, edhe pse e mendojmë çdo ditë atë gjë, po jemi akoma të ri. Ndoshta do punojmë akoma ca vite. Ishte kur ishte totalmente bosh me fjalë. Edhe kena bërë gjithçka me fjalë vetë, kena bërë me redime, me plakat, me dritat, me iluminacionin, me gjithçka.
Të gjithë janë mundu të në animojnë në ato momentet vështira. Miqton. Pastaj arredimi ka qenë ajo pjesa e fundit është që ne kemi zbukuar me gjithë këto piktura që shihni këtu për rreth, janë gjithçka krenaria jonë e shqiptarëve, Kodra, kemi gjithë piktor shqiptar, Ibrahim Kodra, kemi shumë Eltian Valla që është një tjetër artist shqiptar, Andri Sale që është një tjetër artist shqiptar që kemi zbukuar art, kanë diçka vetë ka diçka shqiptare. Sado që jemi në Milano, edhe kur shohim klientët që vinë nga gjithë bota që thonë duke fotografu kuadrat, wow, është një restoran po galeria arti. Ajo është me të vërtet shumë e bukur. Kemi një nga shefat në kuzhinë, është Kelzeni, që është rritur këtu kene. Ka qenë 18 vjeç kur ka ardhur. Sot është babaj 2 fëmijëve. Jo vetëm ai, kemi pas dhe vllajën e Xenit, Granitin, nuk e di sa çuna nga Kosova kemi pasur, që janë rritur vërtet këtu. Ndjemi në shtëpi ne kur vinë ato. Desh nga Kosova, desh nga Shqipëria, desh nga Zvicra, që na vjen shumë nga Zvicra, shqiptarë që jetojnë atje, i kemi bo miq. Vetëm kur telefonojnë, apo ma boj tavolinë. Edhe nga Kosova, personazhe të artit, kulturës, politikës. Edhe ndjemi mirë, ndjemi si në shtëpi ne. Duke qenë që është edhe bona këtu, duke qenë që jemi të dy, unë edhe mund të mungoj, mund të iki, mund të bëj, e di që ajo është këtu. E syti ka një thëndej. Kemi njësur gjithçka bashkë, Kemi gjithçka bashkë, dhe ajo është forca e një tjetër, duke qenë të dy bashkë me fjalë, është shumë e bukur. Me të thënë drejtën, kur e kemi nisur në fillim, kanë qenë muaj që nuk flishim gjumë. Frika ishte shumë madhe, ishte pasiguria. Ishte shumë e madhe frika, ishte pasiguria 2, ne 3. A mirë fakti edhe që ne nuk ishim italian. Po ishte një lokal që ishte i madh, me 15 vetë që punonin brenda, nuk ishte e lehtë. Por ishte vështirë, ja kemi dalë. Ja kemi dalë. Atëherë bëmi edhe ke 10 vjetat që punojmë. Tash se lokali dikur ka qenë më i madh, këtu jemi më i vogël, është mbledhur, po i kemi shtuar personelin se duke kërkuar që të rritet kualiteti i shërbimit si shërbimin sallë dhe në kuzhinë. Në qoftë se duan të bëjnë diçka, ta bëjnë. Edhe është diçka që mund bëhet, është e bëshme, vetëm du të ketë dëshirë të bëhet. Dëshirë që shohim që mungoni qik me shumë gjëra. Mungon. Unë shkosha çdo muaj në Shqipëri, deri para 2 vjetësh, shkosha çdo muaj. Tani kena ralluar i qik se mendim, po bona shkon gjithmonë, bon ka peqt, ka prindrit në Shqipëri që jetojnë në Tiranë. Për natë kemi tavolina nga Shqipëria, që është gjë vërtet shumë e bukur, gati për natë. Po nuk janë tavolina kështu të vërteta, janë tavolina miqton që vinë edhe nga Shqipëria, telefonojnë, vinë. Jemi të lidhur. Ulimi bëjmë tavolinë, marrëm mjë lokalin, në rritur deri në 4 mëngjesit, me kënduar me këngëtarin Gzim Mushketa. Qa po them, deri 4 mëngjesit tu muzikë klasike. Kemi shumë edhe këtu, që mblidhemi për qef çdo artista. Me pi një gotë raki. Unë jam Valbona. Kurse unë jam Agimi, jemi menaxherët, pronarët, që drejtojmë lokalin në Osteria Gamberosso në Viale Pozo Bibliotetë Milano, nga 25 vjetë.